Një akt dhurimi i librave në bibliotekën e Lushqes nga studiuesi Hysen Koçillari u kthye në një bashkëbisedim interesant lexues autor. Miqtë e Hysenit sapo morën vesh ardhjen e autorit që nga Tirana e pritën atë në bibliotekë. Mësuesi e studios së Hysen Koçillari nga viti 2000 këtej ka botuar 4 libra studiumor mbi krahinën e Devollit, nga ka edhe origjinën e të parëve të tij. Ato janë Trashëgimia shpirtërore e Devollit, Devolli rrënjët dhe zhvillime historike, Devollinë vendbanimet e demografia e tyre, këngët historike në folklorin e Devollit, ndërkohë që ka 2 libra të tjerë në proces votimi. Takimi ishte konceptuar i çliruar prej shtampave tradicionale dhe kaloi mjaft natyrshëm, nisur nga pyetjet interesante të lexuesve, përgjigjet e autorit dhe diskutime tematike të kolegëve të tij, ardhur nga qyteti dhe njësitë administrative përreth. Problemet e shqiptarëve në Sliman, të Devollit, në Turqi, në një farë mënyrë nuk janë si të qamëve apo si të kosovarëve, sepse qamët ishe rritur pranë detit dhe u vendosën në zonën europiane të Turqisë. Ne Devollinë shumë lugina, pak plaja, dhe është kush ka qenë që ka kaluar, ko ka qenë në Kurbet, zonë e thyrë malore me 6 muaj të borë, kështu që Turqit i qonë i vendosë në qendër të Anadollit. Zhaneta Këmbora, kryetare e shoqatës Mzekeja Dega Lushqe, në diskutimin e saj vlerësoi punën serioze të autorit, i cili vazhdon të na sjellë prurje interesante në letërsinë dokumentare. Renditja e botimit të këtyre librave tregon që do ta bëja edhe si pyetje sa ka zgjatur koha, por e shoh që nga një jetë e tërë. Dhe profesionalizmi duket shumë këndshëm në të gjithë librat që kemi përpara. Them se artistikisht, duke zgjedhur folklorin, autori na ka dhënë një histori të gjatë që mund të gjejmë si referenca të detajuara dhe caktuara saktë nga janë marrë, 400 edhe më tepër mund të gjesh, për studium. Pra këto libra duhen studiuar. Shqyqyri Daja, Kozmagjini e Gjemal Nezha në diskutimet e tyre ngritën lart vlerat e studimeve për krahinën e Devollit, të cilat janë njëherësh vlerë kombëtare. Duke vëzhguar vëllimin këngët historike të folklorit Devollit, të bën të ndjesh atje në Devoll, në treva televizit demografike brenda jashtrojeve shqiptare. Njihesh me ngjarje, me histori, me bëma, me heroj dhe bëmat e tyre. Pra është që tesar historie transmetuar nga brezë në brezë, është që shkrirje e mendimit historik me atë artistik. Që të josh me shfaqjen e shpirtit luftarak të njerëzve të komunitetit saj treve. Vëllimi për mua është një histori në vargje. Pse them në vargje? Sepse e veçanta e këtij libri, ndryshe nga librat e tjerë që shkruhen për folklorin, ka historinë të shpjeguar nëpërmjet vargjeve. Duke pasur një vendlindje, kemi mall për atë vendlindje. Dhe po t'i referohemi gojë të madh, thot një shprehje brilante që vendlindja është një sëmundje nga e cila nuk duhet të shërohem. Dhe ky zotnia që origjinën e ka nga Kosuri, vendosën në Rapës, që vitet para shërimit, lindi në Lushqen dhe jeton në Tiranë, erdhi të bëj promovimin në vendlindje. Pse? Është fusha magnetike. Atëherë, duke u nisur nga kjo, unë besoj se duhet të respektuar shumë ky njeri. Nuk e ngatron me politikën, por tha një të drejtë politike që s'ka frikë askush ta thotë se ai presidenti, ai shtet i ka thënë stop gjuhës shqipe në Turqi. Çfarë do të thënë kjo? Pra të mos trashëgohet. Atëherë do t'i themi kësaj nene që po të ishte gjallë, kjo nena këtu, do t'i thoshte atij presidentit, pa ndalë bek se ka hedhek. Ai libri për shpirtin politik
Devollit është një vepër që nuk i përket vetëm Devollit. E di pse them nuk i përket vetëm Devollit, sepse pavarësisht se nga lashtësia që pranohet që fisi i koqilarëve, për shembull, i devollive, i përket dasharetëve e ordëve, siç e thekson autori në veprën e tij, i përket gjithë Shqipërisë për atë pasuri folklorike që ai ka mbledhur. Në mbyllje të takimit, studiuesi Hysen Kurçillari falenderoi miq të ardhur dhe pranoi vargjet humoristike që kolegu Bashkin Sulçi i dhuroi bashkë me të flule. Njoftojmë shikuesit se televizioni Apollon gjatë ditëve në vijim rreth kësaj veprimtarie letrare do të transmetojë një material më të zgjeruar. Se vjen lëshohen.